Nuk e di a keni pa këtë lajm para 4 orëve, komandanti i NATO-s në Rutë ka folë për gazetën gjermane Welt am Sonntag, hajde. Edhe e ka ngrenë një alarm shumë interesant, thotë që Rusia po e përforcon armët e veta dhe nuk i ka drejtuar drejt tokës, po drejt satelitëve të cilët gjenden atje, dhe kjo mund të shkaktonte kaos të madh në planet, duke bërë që mos të funksionojnë shumë sisteme, përfshirë këtu përveç sistemeve komunikative, komerciale, në këtë rast telefonike, kështu me radhë, internetin, thash, do të dëmtonte edhe një pjesë të sistemeve të mbrojtjes, dhe e ka bët qartë që neni 5 i marrëveshjes së shteteve të NATO-s, nëse e prek njërin nga shtetet i ki prek të gjitha, vlen edhe për hapësirë, apo shkon NATO drejt një përshkallëzimi të marrëdhënieve, edhe pse s'kan marrëdhënie me Rusien, as çfarë po ndodh me botën.